Në qytetin e Elbasanit është mbajtur promovimi i librit Copës dhe Mozaiku nga gazetari dhe radiokranisti i njohur sportiv Ahmet Shari. Kjo është vepra e tretë e Sharit e cila flet më konkretisht për figura të njohura të sportit shqiptar, duke prekur edhe tema më të gjëra, por pa harruar kritikat ndaj futbollit shqiptar. Në këtë libër kujtohen gjithashtu edhe ngjarje historike, të cilat autori ka përjetuar nga afër. Kam kënaqësinë që vinë në Elbasan, ishte një iniciativë bashkisë së Elbasanit që të promovonte librin tim. Ky është një libër me artikuj të zgjedhur nga krijimtaria ime, nga 50 vjet krijimtari. Ka artikuj analitik, kritik, sepse gjendja si para 30 vjetëve më duket sikur është edhe sot, nuk kanë lëvizur gjërat. Mund të jetë bërë ndonjë stadium, është riparuar ndonjë stadium rikonstruktuar si ky Elbasanit, por më duket se sporti ynë është në gjendje mjerane. Në aktivitet morën pjesë bashkëpunëtorë të tij, trajner, sportistë dhe dashamirës të sportit nga qyteti i Elbasanit dhe jo vetëm. Të pranishmit kujtuan me nostalgji copës dhe nga historia e tyre personale gjatë punës me Ahmet Sharin. Sipas bashkëpunëtorëve të autorit, Shari zë një vend të veçantë në gazetarinë sportive shqiptare. Padyshim Ahmet Shari është një nga figurat më të mira të sportit shqiptar. Padyshim edhe qytetit Peqinit në fushën e gazetarisë sportive, sepse është gazetari i parë, pra i diplomuar, sportiv në Shqipëri, karrierë prej 40 viteve, dhe sot mbas promovimit që i ka bërë në qytetin e Tiranës dhe qytetin e Peqinit, kemi kënaqësinë të vim në Elbasan, ku i vjen me librin Copës dhe Mozaiku, pra një libër që i kushtohet sportit. Padyshim e meriton Ahmet Shari një vlerësim të tillë, pra, dhe urojmë që të vazhdojë të na japi nga eksperjenca e tij, nga historia e tij në fushën e sporteve, probleme që i kërkojmë sot brezi i ri. Në karrierën time edhe si gazetar sportive kam ndjerë veten jashtëzakonisht të privilegjuar që kam patur fatin të bashkëpunoj me një nga ikonat e gazetarisë sportive në Shqipëri dhe të radiokronikës sportive në mediat shqiptare, sidomos në emisionin Nga njëra ndeshje në tjetrën. Ahmet Shari mbetet një ikonë e gazetarisë sportive në Shqipëri që ka shkruar një nga kapitujt më të rëndësishëm të radiokronikës sportive në Shqipëri. Ky libër me 298 faqe është një përmbledhje selektive artikujve të shkruar gjatë një karriere gati 50 vjeçare, duke u fokusuar kryesisht në fushën e sportit, por duke prekur edhe tema kulturore, sociale dhe patriotike. Siç sugjeron titulli, artikujt janë copëza që formojnë një mozaik të pasur të përvojave, ngjarjeve dhe reflektimeve, duke pasqyruar evolucionin e shoqërisë shqiptare nga periudha komuniste deri në ditët e sotme.